Haleluja. Lavdi Perëndis, përshëndetje gjithëve, edhe mirë se keni ardhur në shërbesin e radhës të Kisha Fitoria. Ju uroj mirëseardhje atyre që na ndjekin gjithashtu online. Çdo njeri është i rëndësishëm, çdo person është i rëndësishëm për Zotin. Perëndia dëshiron që fjala e tij të shkojë në skajet e dheut. Haleluja. Dhe ne jemi të privilegjuar që kemi mundësi të adhurojmë Zotin së bashku, që kemi mundësi të mlidhemi së bashku në paqe, haleluja, në liri, që të mund të adhurojmë Perëndin dhe të duam atë ashtu siç ai meriton që ta duam, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcë, haleluja, me gjithë qenien tonë. Ju e dini që festat e rëndësishme për të krishterët kudo në botë janë 3, është festa e Krishtlindjes, është festa e Pashkës, edhe është gjithashtu Pentakosti. Pra janë 3 ngjarje tepër të rëndësishme dhe për secilin që beson tek Perëndia, unë besoj që neve duam që t'i festojmë ato në mënyrën e duhur, duke i dhënë gjithë nderin lavdim Perëndis për këto 3 gjëra që janë kyçe për besimin. Ka shumë gjëra që Zoti ka bërë, por 3 gjëra që janë kyçe. Besoj që Krishtlindja, sipas mendimit tim, tregon për dashurinë e Atit, se është Ati ai që dërgoi birin, apo jo. Pashka tregon për dashurinë e birit, se ishte biri ai që u sakrifikua në kryq. Dhe Pentakosti tregon dashurinë e frymës, që ai zgjodhi të vinte dhe të banonte në zemrat tona. Patën e s'mund të jetojmë jetën e krishter, apo jo. Kështu që Perëndia ynë, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, është një Perëndi që na shfaqet në 3 persona, plotësisht hyjnor, plotësisht të plotfuqishëm, të denjë për adhurim, të denjë për nderim, dhe të 3 janë të pranishëm në gjithë historinë e krijimit tonë. Haleluja. Dhe unë nuk mund të përcaktoj se cila prej këtyre është ngjarja më e rëndësishme. Unë besoj që secila nga të 3 ngjarjet janë të rëndësishme. Por ne tani po hyjmë në atë javë që kudo në krishterim quhet java e shenjtë. Edhe kjo javë fillon nga e diela, që është nesër, që quhet e diela e palmave, dhe vazhdon deri të dielën tjetër, që është e diela e ringjalljes. Pra është një javë, disa e quajnë java e shenjtë, disa e quajnë java e pasionit, po janë ditët e fundit të Jezusit në tokë, domethënë ditët e shërbesës së tij përfundimtare. Dhe doja të theksoja që kur ju më dëgjoni mua, jam i sigurt që nuk do gjeni një predikim të përgatitur sipas egzegezës që kam mësuar ca student në ISTL ose edhe këtë javë kemi pas disa nga drejtuesit që kanë bërë një kurs për predikime ekspozuese, kështu që nuk e gjeni atë ndoshta tek unë, por unë jam i sigurt që sa herë që më dëgjoni, duke predikuar, Perëndia do t'i flasë diçka zemrës suaj. Edhe kjo është gjë e rëndësishme. Ne nuk vim në kish për të gjykuar cilësinë e predikimit, dhe ne nuk i dëgjojmë, unë nuk i dëgjoj predikimet për të sa herë që dëgjoj, nuk i dëgjoj për të parë, a e ka bërë hyrjen mirë, a është futur në temë mirë, a e ka bërë trupin siç duhet. Këto janë teknika dhe është shumë mirë nëse ti aplikon, por ne nuk e gjykojmë edhe nuk duhet gjykuar predikimin sipas pikave, po duhet shikuar apo më flet Zoti diçka, apo është thjesht llaka aty dhe u kry predikimi dhe ikën njerëzit. Qëllimi i predikimit është që fryma e Zotit i flas zemrave tona, sepse ne jemi gjithë në një rrugtim. Edhe kemi nevojë që gjatë këtij rrugtimi ta dëgjojmë atë zërin përkrahas të frymës që jenë rrugën e dur, ec në këtë rrugë. Amen. Ose që je gabim, po shkon dorëshas është tani ktheu mrapsht. Okej? Kështu që kjo është qëllimi pse Perëndia dëshiron që ne dëgjojmë predikimin, pse Perëndia i dërgon predikuesin që të sjellë lajm shpëtues, lajm shpëtimi, lajm çlirimi, lajm shërimi. Jo lajm ku njerëz thonë ose lajm i mirë, po duhet të thonë që po është për mua dhe unë do ta pranoj dhe unë do të ndryshoj mbas asaj që unë po dëgjoj. Haleluja.
Prandaj dhe vim në Kish, ne vim për të dëgjuar fjalë nga Perëndia që do na jap shpresë, shërim, drejtim, inkurajim. Pra gjithmonë jani me një zemër që kërkon Perëndin sa herë që vini në Kish, sepse normalisht do të ketë kohë adhurimi, do ketë kohë fjale, do ketë kohë lutje dhe gjithmonë do të jemi me atë zemër kërkuese, Zot, çfarë ke ti për mua? Unë jam i jetur, unë jam i uritur për ty o Zot. Haleluja. Pra i themi gjithmonë Zotit, po Zot më fal, unë kam etje për ty, unë jam i uritur për ty. Një çift shkoi në Kish dhe pasi mbaroi shërbesa, gruaja që quhej Marta i thot burrit të saj, kështu thot, Fred, a e vure re predikimin e pastorit që ishte pak i vakët sot? Edhe Fredi thot, jo, nuk vura re gjë. Vazhdon ajo, po nuk e vure re zërin e dobët të korit sot në Kish. Fredi tha, jo, nuk e vura re. Atëherë tha, gruaja tha, atëherë me siguri se si këta të rinj që ishin para nesh bashkë me fëmijët e tyre po bënin zhurmë gjatë gjithë shërbesës. Më vjen keq e dashur, i tha Fredi, nuk e vura re as këtë. E mërzitur te i masë, gruaja kjo Marta i kthehet dhe i thot, sinqerisht Fred, nuk e kuptoj fare pse lodhesh të shkosh në Kish. Do thot që kur një njeri e ka një qëndrim negativ, pavarësisht çfarë përgjigje ti i kthen, pra do të vazhdoj me negativitetin e vet. Kështu që unë ju uroj, domethënë që secili prej jush vini me qëndrimin e duhur në Kish, jo për të gjetur domethënë se çfarë nuk shkon, por për të gjetur gjërat që vërtet Perëndia i përdor për t'i folur zemrat tona. Haleluja, sepse Kisha është ai vendi ku ne marrim ushqim frymëror dhe jo ku gjejmë arsye për të mos shkuar herës tjetër. Amen. Kështu që ka rëndësi, thot John Maxwell, thot ka shumë rëndësi qëndrimi i zemrës me cilën ne bëjmë gjëra. Është kyç në çdo gjë që ti bën, me çfarë zemre ti bën gjërat. Edhe kur shkon në Kish, ka rëndësi me çfarë zemre po shkon në Kish. Sepse Perëndia është gjithmonë interesuar pa zemrën sonë. Nuk i intereson pamja jashtë me Zotit, i intereson zemra jon. E dini kur nuk jeni bërë ende me fëmijë, zhurma e fëmijëve të bën përshtypje dhe shpeshherë edhe të pengon kur nuk ke fëmijët e tu. Po kur bësh me fëmijë, duket sikur veshët e tu rreth priten dhe nuk i dëgjon më fëmijët e tjerë, as zhurmën e tyre, nuk të bën përshtypje, qofshin fëmijët e tu ose qofshin fëmijët e tjerë, sepse ke kaluar atë fazë. Pra, je trajnuar për zhurmën. Haleluja. Je trajnuar dhe tani je rritur. Dhe e kupton që fëmijët janë në fakt pjesë e jetës dhe jo një pengesë ose një shpërqendrim. Amen. Kështu që edhe si i krishter i rritur, ti i kalon disa faza dhe mendoj kjo faza e ankimit është për njerëz që nuk janë të rritur frymërisht. Se dikush që është i rritur frymërisht e ka fokusin te Jezusi dhe nuk merret me gjërat me vogëlsira që që djalli përdor për të na vjedh vëmendjen, okay? Tani shkrimi për sot është tek Ungjilli sipas Markut, kapitulli 11, do lexojmë nga vargu 1. Le ta lexojmë së bashku. Te Marku kapitulli 11 vargu 1 thot kështu: Tani kur ju afruan Jeruzalemit drejt Betfage dhe Betania, afër majit të ullinjve, Jesu i dërgoi 2 nga dishepujt e vet, duke thënë: Shkoni në fshatin përballë dhe posa të hyni aty, do gjeni një kriç të lidhur, mbi të cilin akoma nuk ka hipur askush. Zgjidheni dhe ma sillni. Dhe nëse ndokush ju thot, pse po veproni kështu? Përgjigjuni, i duhet Zotit, ai do ta kthej menjëherë këtu. Ata shkuan dhe gjetën kriqin të lidhur afër një dere në rrugë dhe e zgjidhen. Disa nga të pranishmit u thanë atyre, çfarë po bëni? Pse po e zgjidhni kriqin? Këta ju përgjigjen ashtu si u kishte thënë Jezusi, dhe ata i lanë të shkojnë. Atëherë i aquan Jezusit kriqin, vu mbi të mantelet e tyre dhe ai u ul mbi të. Shumë njerëz i shtronin rrobat e tyre rrugës, dhe të tjerë pritnin deg nga pemët dhe i hidhnin rrugës. Dhe si ata që pararendin, edhe ata që ndiqnin Jezusin, thrisnin dhe thonin: Hosana, bekuar është ai që vjen në emër të Zotit. E bekuar është mbretëria e Davidit, atit ton që vjen në emër të Zotit. Hosana në vendet shumë të larta. Kështu hyri Jezusi në Jeruzalem dhe në tempull. Dhe mbasi shikoi mirë çdo gjë, duke qenë se ishte vonë,
doli bashkë me 12 në drejtim të Betanias. Dhe një pjesë tjetër që flet pikërisht për këtë te Gjoni 12 vargu 14-16 që e plotson këtë pjesë është thot që arsyeja pse Jezusi e mori këtë kriç dhe hipi në të është sepse thot kapitulli 12 i Gjonit vargu 14-16 sepse është një profeci që thot mos druaj o bie Sionit, ja mbreti yt po vjen duke kalëruar mbi një kriç gomareje. Dhe thot, discepujt e tij nuk i kuptuan për momentin këto gjëra, por kur Jezusi ishte përlëvduar, atëherë kujtuan se këto gjëra ishin shkruar për të dhe që ishin bërë këto gjëra për të. I kishin bërë këto gjëra për të. Pra nganjëherë ata edhe discepujt vet nuk e dinë se pse po i bënin gjërat. Ishte vetëm pas ringjalljes që ata e kuptuan pse disa gjëra ndodhen dhe pse u desh që të merrnin disa gjëra për Jezusin dhe edhe të bënin gjëra të caktuara. Pra, për të gjithë ne, pra, nëse shikojmë këtë kalendar të krishterë, e shikojmë që ne jemi në fillim të asaj që e thash quhet java e pasionit. Dhe kjo pjesa që sapo lexuan është kulmi i popularitetit të Jezusit. Kjo ka qenë pika më kulminante, më i popularizuar se kaq Jezusi nuk ishte askund. Domethënë këtu arritën në atë pikë ku njerëzit po e mirëprisnin Jezusin si mbret. Jo thjesht si një profet, po ata po e mirëprisin si mbret. Dhe ne e dim që në atë kohë mbreti ishte Herodi. Kështu që mund ta imagjinojmë se sa ju kanë ngrit nervat Herodit atë ditë. Por dua të them që kjo patjetër që duhet përmbushet, sepse ishte përmbushja edhe e profecisë që Jezusi do hynte si mbret në Jeruzalem. Dhe çfarë po bën njerëzit, po bërtasin, po e lavdrojnë, po thrasin hosana dhe e shikojmë se si ata marrin degët e palmave dhe i shtrin për të dhe përballë rrugës që ai po bënte me kriçin. Dhe ajo çfarë në këtë pasazh ka shumë gjëra, po një gjë që shikojmë është bindja. Domethënë ne shikojmë Jezusin, këtë shërptor të bindur ndaj Perëndis, ne shikojmë discepujt e Jezusit që i binden Jezusit për të shkuar tek ky zotëria që i kishte këtë kriçin. Ne shikojmë që edhe ai zotëria që i kishte kriçin bindet sepse e jep kriçin dhe në fund e shikojmë kriçin që bindet gjithashtu. Do thot çdo gjë i bindet Zotit, sepse e keni parasysh po lexoja për gomarët, domethënë kur janë të vegjël, në këtë rast kriçi, disa janë shumë vështirë që të kalërosh mbi ta, domethënë duhet shtruar që pastaj të kalërosh, sepse nuk janë si një kal i egër për shembull, nuk mund të hipësh me një herë dhe fillosh kalërosh për herë të parë. Edhe thua që askush s'kishte kalëruar mbi ta. Do thotë që ky kriçi u bind Jezusit, duke mos bërë numra në këtë hyrje madhështore, kam fjalën. Pra i gjithë kapitulli po na tregon se sa rëndësishme është bindja. Secili prej nesh mund ta gjejmë veten në një nga këto pozicione që përshkruhen tek kapitulli. Ti ndoshta mund të jesh në situatën e discepujve, ke dëgjuar diçka nga Jezusi, Jezusi të ka udhëruar që ti të bësh diçka dhe ti duhet shkosh të ta bësh atë gjë që Jezusi të ka thënë. Por kjo gjë nuk është ndoshta edhe aq e kushtueshme. Ajo që ndoshta është më shumë e kushtueshme është kur Jezusi të kërkon diçka nga gjërat që ti i ke dhe thotë më jep mua, okay, si në rastin e këtij personi, sepse kriçi në atë kohë ishte se Mercedes-Benz sot. E ke parasysh thotë hajde më pak Mercedesin tënd se më duhet për të bërë sa xhiro, okay? Kështu që në këtë rast ky personi që e dha kafshën kishte bindje, po bindje materiale gjithashtu. Nuk është që si kushtoi diçka, e dha në përdorim atë gjë që kishte. Haleluja. Pra e dorëzoi në duart e Zotit. Pra kjo është një bindje me një kosto. Ndoshta edhe ti sot je këtu dhe Jezusi po kërkon një lloj bindje që do të kushtoj diçka. Jo thjesht të bësh diçka, po të japësh diçka në përdorim të mbretërisë Perëndis. A nuk ka ndodhur? Kjo ka ndodhur në kishën tonë që njerëzit kanë dhënë gjëra për kishën, normalisht kanë dhënë financa për kishën, kanë dhënë pajisje për kishën, instrumente për kishën, kanë dhënë kohën e çmuar sepse edhe koha është para, do të thonë kanë dhënë talentet e tyre për kishën.
Haleluja, dhe kjo është bindje ku Zoti kërkon diçka prej teje ose prej meje. Po kjo nuk është një herë në jetë, kjo mund të jetë diçka e vazhdueshme që Zoti mund të kërkojë dhe ne duhet jemi të hapur, që të dëgjojmë zërin e Zotit se çfarë ai po kërkon nga ne. Pra te Zakaria 9, vargu 9 ishte pikërisht kjo profecia që u përmbush. Pra thuhet këtu te Zakaria 9 vargu 9, nga zlo me të madhe o bie Sionit, lësho brit magzimi o bi Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po vjen, ai është i drejt dhe sjell shpëtim, ai është i përulur dhe i hipur mbi një gomar të ri. Në rastin e Jezusit, ne e shikojmë një thënie shumë të bukur, kur Jezusi thotë shkoni dhe kërkojni këtë kryqin, ata nuk e dinin pse i duhet Jezusit kjo gjë, apo jo, sepse thot fjalë e Zotit, nuk e dinin fare se për çfarë i duhet Jezusit. Ku më di, ndoshta kanë menduar që do të transportojë diçka, i duhet për ndaj udhtim të gjatë, nuk e kishin fare idenë. Por ai thot çfarë do t'i them atij personi, sepse normalisht i bie sikur po e vjedhin, se ai tregoi se ku do shkojnë, edhe e dinte edhe ku ishte kryqi, apo jo. Thot merreni, edhe nëse ata do i thonë diçka, ju do të përgjigjeni, Zoti ka nevojë për të. Zoti ka nevojë. Dhe ne nganjëherë mendojmë, wow, si është e mundur Zoti të ketë nevojë, apo ja që kjo tregon që Zoti ka nevojë për gjëra, përderisa është duke vepruar në këtë botë që ai ka krijuar, edhe atij nuk i pëlqen që të jetë magjistar, atij i pëlqen të bëjë mrekulli, po jo të bëjë magji, apo jo. Kështu që Jezusi si Zot, edhe mund të thoshte të bëj kryqi dhe do bëj kryqi, apo jo, se çdo fjalë e tij ka pushtet, apo jo. Nëse ai thot diçka, ai mund t'i thotë erave që të pushojnë dhe ato pushojnë, apo jo. Ai mund të shëroj shurdh me mecet, ai mund të kthej syt atyre që janë të verbër, ai mund të bëjë gjithçka, apo jo, por Perëndia nuk bën magji, edhe nuk merret me këto gjëra, se këto janë veprat e djallit. Pra e shikojmë që Jezusi i bën dishepuj që ta kuptojnë që edhe ai si i vajosur i Perëndis ka nevojë për gjëra. Haleluja. Kështu që edhe ti dhe unë, pavarësisht se çfarë ne do t'i shërbejmë Zotit, ne prap kemi nevojë për njëri tjetrin. Sa do të vajosur që jemi, Perëndia gjithmonë do na lejojë që ne të përulemi, sepse pasja e një nevoje të caktuar është rezultat edhe i përuljes, si është i përulur. Se njeriu krenar as nuk kërkon ndihmë, as nuk jep ndihmë. Po një njeri i përulur edhe kërkon ndihmë, edhe jep ndihmë. Ka disa njerëz janë të përulur nga ana e gabuar, as njerëz kërkojnë ndihmë. Edhe nuk duhet jemi ashtu, ne duhet jemi të hapur për të kërkuar ndihmën, edhe veçanërisht kur ne i shërbejmë Zotit, patjetër që duhet jemi gjithmonë të hapur për të kërkuar ndihmë, sepse atë mision që Zoti ka dhënë ti nuk mund ta bësh vetëm. Çfarë do lloj thirrje qoftë ajo. Dhe nëse ky njeri nuk do ta jepte kryqin, atëherë i bie që kjo profeci që Zoti kishte nuk do të përmbushej, apo jo. Pra gjithçka ishte për të përmbushur një plan, se profecia çfarë është? Është një plan i Perëndis. Apo jo. Kështu që nuk do kishte përmbushje nëse ky njeri nuk do të jepte Zotit kryqin e tij. Pra kjo tregon që plotësimi i vullnetit të Zotit kërkon bashkëpunimin tim dhe bashkëpunimin tënd. Ti je i rëndësishëm. Në tablon e Perëndis ti ke një vend tëndin. Ti ke një rëndësi shumë të veçantë. Dhe çfarëdo që ti bën për Perëndin ka rëndësi. Nuk është që dikush është më i rëndësishëm se tjetri. Ne jemi unik në dhuntit tona, por jemi të rëndësishëm për Perëndin. Dhe Perëndia dëshiron që ti dhe unë të jemi të përulur mjaftueshëm që të dëgjojmë prej tij se çfarë ai dëshiron që ne të bëjmë për të. Okej? Kështu që vullneti i Perëndis kërkon bashkëpunim. Mbreti i Izraelit duhet vinte në Jeruzalem i përulur dhe i hipur mbi një gomar. Dhe kjo ndodhi. Te Efesian kapitulli 2 vargu 10 thot: ne jemi vepra e tij, krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Pra këtu është shumë e qartë, Perëndia i ka përgatitur veprat. Nuk është që ato do përgatiten, ato janë gati. Por kur ne i bindemi frymës Zotit, ne hyjmë në veprat e gatshme. Kryqi ishte atje, nuk erdhi në formë magjie atje. Kryqi ishte atje duke pritur. Jezusi çfarë po bënte? Po dëgjonte frymën e shenjtë, apo jo?
Dhe duke dëgjuar frymën e shenjtë, i thotë shefëve, shkoni atje dhe ju do ta gjeni atje. Është e njëjta gjë si Jezusi kur i tha Pjetrit, shkon në thella, hidh rjetat. Si e dinte ai ku ishin peshqit? Pra është fjalë njohurie që vjen direkt nga qielli, është dhunti që vjen nga fryma e Zotit, zbulesë. Edhe kjo ndodh edhe sot. Fryma e Zotit mund të tregoj, mund të të vendosë në situata të caktuara dhe mund të t'jap urtësi, si thot Gary Kersey, inside information. Domethënë informacion të brendshëm. Fryma e Zotit jep informacion të brendshëm. Ndoshta gjithë thonë bëje, fryma e Zotit thot mos e bëj. Kjo është shumë e rëndësishme. Në kohën ku ne po jetojmë, është shumë e rëndësishme marrëdhënia me frymën e Zotit. Marrëdhënia që ne të arrijmë të kemi atë përshtypjen edhe të kemi atë që e quajnë alarmin e brendshëm të ndezur. Që kur ky alarm thot ti mos, ti nuk shkon. Kur ky alarm thot hec, ti ecën me guxim. Haleluja. Haleluja. Po disa prej nesh na janë fikur bateri, duhet rikarikohen bateritë se s'po punon hiç alarmi. Duhet të rimbushemi me frymën e shenjtë. Nuk është kjo automatike, nëse ne nuk kërkojmë të rimbushemi me frymën, nuk do të mjaftoj vajosja që ke pas dje. Mana është çdo ditë. Nuk është një herë për një muaj. Nuk mund të jetojmë le të themi, ne e dimë se si funksionojnë gjërat që i përdorim çdo ditë. Nëse nuk e karikon celularin nesër ai do fiket dhe ti nuk mund ta përdorësh. Edhe zemra jonë duhet të mbushet me frymën e shenjtë, vazhdimisht. Biblia thot, mbushuni me frymën e shenjtë. E ka fjalën vazhdimisht të mbushet me frymën e shenjtë. Pra, Zoti tha, thuajni atyre i duhet Zotit. Dhe pyetja që ne mund t'i bëjmë vetes sot, është pikërisht e njëjta gjë që po lexojmë, Zot, a ka mund diçka që të duhet ty sot? A ka mund diçka që të duhet ty? A mund ta vendos diçka në dispozicionin tënd? Se nganjëherë duke qenë që ne nuk ja bëjmë këtë pyetje, edhe Zoti nuk na jep një përgjigje, edhe pse Zoti do që ne të bëjmë diçka për të, apo jo? Unë besoj që si një prind i mirë, ai nuk do që ne të izolohemi, ai nuk do që ne të jemi pasiv, po çdo prind i mirë dëshiron ta shikojë fëmijën e tij aktiv, jo pasiv. Edhe Perëndia dëshiron ta shikojë neve të aktivizuar për mbretërinë e tij, pra të zgjuar për vepra të mira. Të zgjuar për të bërë atë çfarë ai dëshiron. Haleluja. Pra, a ka mund diçka që të duhet ty Zot? Sot, nesër, jo një herë në vit, jo për një periudhë caktuar, po çdo ditë duhet jemi të hapur. Zot, dhe unë ja u siguroj që nganjëherë domethënë përgjigjja e Zotit mund të jenë aq praktike sa që ti mund ta dyshosh që është Zoti kjo apo s'është, sepse mund të jetë diçka shumë e vogël. Mund të jetë një telefonat dikujt, mund të jetë një kafe me dikë, mund të jetë një gjë që ti adhuron dikujt, ti nuk ke nevojë për atë gjë, thjesht po e mban dollap. Mund të jetë një vizitë dikush, mund të jetë një ndihmë transportit të dikush tjetër, ta çosh dikë në një vend caktuar se s'mund të shkoj vetë ose ka nevojë për ndihmë. Pra gjërat mund të jenë kaq të thjeshta dhe neve mund ta ndonjë, jo, mos mund të jetë kjo nga Zoti, nuk mund të jetë kaq e thjeshtë, jo, është shumë e thjeshtë. A ka diçka më thjesht se sa mi thon shko dhe merre gomarin atje? Çka ka këtu tepër të vështirë? Me shku me marr një kafsh. Por ishte vullneti i Zotit. Dhe përmes këtij kriqi u përmbush profecia. Ishte shumë e thjeshtë, por u përmbush profecia e lashtë përmes një vepre kaq të thjeshtë. Pra le të mos e marrim atë shtytjen e frymës shenjtë si diçka tepër e komplikuar, ku do thot bëj diçka tepër, shpik diçka ku ta di unë. Jo. Është tepër e thjeshtë. Është tepër e thjeshtë, saqë i ligu mund na tundoj me thonë, jo, është thjesht mendja jote, nuk është Zoti. Po bëja, është diçka e mirë se i ligu asnjëherë thot me bë diçka të mirë. Djalli asnjëherë nuk na thot me ndihmu dikë, vetëm Zoti mund na thot. Djalli asnjëherë nuk thot ndihmoj ose jep diçka. Djalli është kërnac, thot mbaj gjitha për vete. A nuk kemi raste në Bibël ku njerëzit ai riu pasanik. Domethënë, kur Jezusi i tha, vetëm një gjë të mungon, shko shiti gjitha këto që ke, hajde më ndiq mua, ai u trishtua. Pse? Sepse ai gjithë pasuria e tij ishte jeta e tij. Ose ajo që Miranda përmendi atë personin që ndërtoi i prish hambarët e vjetër, do ndërtonte hambare të rinj, pra gjithë jeta e tij ishte pasuria.
Kështu që për ne nuk duhet jetë ashtu. Nuk duhet jetë ashtu. Unë besoj që nëse ne i themi Zotit, a ke nevojë diçka, Zot, sot nga unë, jam i sigur që ai do na jep përgjigje dhe mund të befasohesh. Unë besoj që nëse jemi të ndjeshëm gjatë ditës, Perëndia mund të na flasë se çfarë ai kërkon nga jeta jonë. Po ka të bëjë me fillimin. Që në fillim të ditës ne duhet ta bëjmë këtë dorëzim. Zot, a ke nevojë diçka që unë të bëj sot për ty? A ke nevojë diçka nga jeta ime, nga koha ime? Kjo nuk do thotë që le themi Zoti do thotë po, dua që ti të lutesh. Po, shumë mirë. Lutja, kalimi kohë me Zotin është diçka, është si ushqim i përditshëm. Po flas për diçka ekstra, sepse të lutesh dhe të kalosh kohë me shpëtimtarin është si frymarrja që e përmendëm edhe javën e kaluar. Por konkretisht një lutje e sinqertë, Zot, a ka diçka që unë sot mund të bëj për ty? Ke nevojë për diçka? Edhe ne dimë që Zoti s'ka nevojë për asgjë, por ai ka nevojë që njerëzit të dinë që ai ekziston. Edhe shpesh njerëzit e dinë që ai ekziston kur dikush bën diçka të mirë ndaj tyre në emrin e Zotit. Haleluja. Në një dokumentar që kam shikuar për Dietrich Bonhoeffer, që është martiri gjerman gjatë kohës së Hitlerit, kur ai ishte tunduar të shkonte të jetonte në Amerikë, sepse Hitleri po e kërkonte për ta burgosur, ai iku në Amerikë, e kam përmendur një herë, por prap dua ta theksoj, kur shkoi në Amerikë ai filloi të lutej, Zot, a të qëndroj në Amerikë apo të kthehem në Gjermani? A të qëndroj në Amerikë apo të kthehem në Gjermani? Ndoshta lutja e shqiptare mund të jetë Zot, a dal jashtë apo të ri brenda? Edhe kjo mund të jetë një lutje që mund krahasohet me këtë. Dhe dikush pastaj tha që mos u lut në këtë mënyrë, po lutu kështu, i tha. Zot, kur lutesh Zotit, ta lutju kështu, Zot, ku ke nevojë më shumë për mua? Ku ke nevojë më shumë për mua? Dhe pastaj kur ju lut Zotit kështu, e kuptoj që Zoti kishte nevojë për Dietrichin më tepër në Gjermani se në Amerikë. Edhe me anijen e radhës ai më njëherë u kthye në Gjermani, kjo ishte gjatë luftës dytë botërore, afërsisht fundi i luftës viti 1945. Por ama e dinte që nëse ai do kthej, ai do burgosej. Kështu që tani imagjino, ti thuash Zotit, Zot, ku ke nevojë për mua në Gjermani? Po Zot, po unë do burgosem. Po am pyete. Am pyete, edhe disa njerëz kastile nuk e pyesin Zotin sepse e kanë më të veshi përgjigjen. E din se çfarë Zoti mund të kërkojë prej tyne, sepse e din se cilët njerëz kanë nevojë pikërisht për ty. A e din? Zoti e din se është i përsosur, a e din gjithçka. Kështu që ai u kthye në Gjermani, u burgos dhe pas një kohë shumë të shkurtër nazistët e vranë. Edhe ai vdiq. Por ai tani është një ndër martirët që konsiderohet edhe besimit, dhe shumë njerëz inkurajohen thjesht nga qëndresa e tij, nga mënyra se si ai qëndroi ballë kësaj makinerie vrasëse naziste, dhe kundërshtoi haptazi që kjo ishte një vepër e djallit dhe vepra e Hitlerit ishte plotësisht djallëzore. Kështu që tani kur ne lexojmë historinë e tij, ne inkurajohemi, po është pyetja shumë e thjeshtë. Zot, ku ke nevojë ti për mua? Dhe çfarë mund të bëj unë? A ke nevojë diçka nga jeta ime, se jetën na ka dhënë ai. Aleluja. Pra, plani i Perëndis për ne nganjëherë mund të duket disa njerëz duan të ikin vuajtjes. Edhe unë nuk mendoj që Zoti do që ne të vuajmë, po nganjëherë plani i tij përfshin edhe vuajtjen. Sepse atë nuk mund të arsyetojmë gjithë martirët që vdesin për shkak të besimit. Edhe ata janë plani i Zotit apo jo? Edhe ata janë duke ndjekur Zotin. Ka vende ku besimi krishter nuk është i mirëpritur dhe të krishterët vriten dhe masakrohen dhe burgosen edhe tjerë. A janë ata në vullnetin e Zotit? Janë në vullnetin e Zotit. Stefani, martiri i parë, a nuk ishte ai vullnetin e Zotit? Absolutisht, 100% vullnetin e Zotit. Fjala e Zotit thotë që kur ai predikonte, njerëzit përjetonin fuqinë e Zotit. Shenja dhe mrekulli bëheshin. Si mund të jetë dikush me shenja dhe mrekulli të Zotit mos jetë vullneti i Zotit? Apo jo? Edhe biles duke vdekur ai prap Bibla thot ai u lut dhe qielli u hapet dhe ai pa Jezusin. Si mund të jetë ky njeri jashtë vullnetit të Zotit? Ky ishte vullneti e përsosur të Zotit.
po neve nuk na pëlqen. Neve nuk na pëlqen vuajtja, apo jo? Po nga njëherë ne du të kalojmë përmes vuajtjes, sepse Stefani nuk e dinte që në turmën ishte Pali, apostulli Pali ishte. Ai nuk e dinte që një nga përndjekësit do të bëhej apostulli më i shquar në historinë e njerëzimit. Pra ne nuk e dim se ku vuajtja na çon. Pa ta lexuar një dëshmi në një libër, tani nuk më kujtohet eksaktësisht historia, po historia ishte e tillë që o komunistët po vrisnin këto të krishterët edhe kishin vendosur në renditje duke i pushkatuar njëri pas tjetrit, edhe kur arrinte i fundit për ta pushkatuar, i thot ushtarët tjerë thot unë do të ndroj vend, do shkoj te ky, më vrisni mua. Edhe ky thot pse ti i vrave gjithë ata? E kupton? Pse do të vritesh ti tani edhe ta shpëtosh të fundit? Tha se secilin që e vrava e pash një kuror që i vendosin mbi kokë. Domethënë Zoti i hap syt gjatë kohës që po bënte këtë krim, çdo person që vdiste vinte një kuror mbi kokë dhe tha unë do jem i fundit, a më vrisni mua tani. Do thotë që ne nuk e dim që edhe në mes të krimit kundër të krishterëve, prap Zoti është aty duke vepruar për të shpëtuar, edhe duket shumë e pabesueshme, por ja që ndodh, që Zoti përdor dhe vuajtjet e njerëzve për lavdinë e tij. Jo që Zoti i sjell vuajtjet, po Zoti i përdor vuajtjet për lavdinë e tij. Amen. Kështu që Dietrich tani është në qiell, lavdi Zotit, edhe qëndrimi i tij kundra së ligës është një shembull dhe inkurajim për këdo. Dikush po thoshte që kriqi më i lumtur në botë ka qenë ai kriqi që e mbajti Jezusin në këtë hyrje madhështore. Sepse asnjëherë një kriq s'ka qenë aq i mirëpritur sa ai atë ditë. Edhe ndoshta ai ka menduar, ja po i shtrin ato gjethet e palma e para meje, ja po më mbuloj me rroba të mrekullueshme, ja po i hedhin edhe rrobat e tyre të mira para meje. Kështu që është përpjek, ndoshta ka menduar në botën e tij, por pastaj ka kuptuar, është kthye ka pa oçin ka për këto. Jo për mua. Kështu që edhe ne jemi të tillë, kur Zoti na përdor, mos mendojmë që është lavdia për ne, Ne jemi si ky kriqi, okay? Gjithë lavdia është për shkak të barës që po mbajmë. Amen. Haleluja. Lavdia atje ku duhet shkoj, ne jemi thjesht një vegël. Haleluja. Por mund të jemi nga njerëz si ky kriqi, që bekimet që vijnë jetën tonë, lëvdata që vijnë jetën tonë, na bëjnë neve të harrojmë që burimi në fakt i favorit që ne po përjetojmë është vetë Perëndia. Amen. Lëvdata që ne i marrim, si tha një predikues, sa herë që lutej natën, gjitha lëvdata që jeptin, kur ai lutej natën thoshte Zot, kjo fjalë e mirë që ma than është për ty. Zot, ky mendim i mirë që than për mua është për ty. Zot, ky falënderim që ma dhan mua është për ty. Domethënë natën ai e shkarkonte gjithë mirësinë që kishte marrë, e shkarkonte te Zoti, thoshte, "Krejt është për ty Zot, nuk është për mua." E kjo është një zgjuarsi që ti ikim krenaris, duhet t'i japim në fund ditës lavdim për çdo të mirë Zotit. Dhe jo vetëm lavdim për çdo të mirë, por edhe pendesën për çdo të keqe që kemi bërë, duhet t'i adhurojmë Zotit, sepse ai merr edhe të mirat edhe të këqijat. Zoti është shumë i mirë me ne. Amen. Ai pranon edhe pendesën, edhe ai pranon që ne të përulemi dhe t'japim lavdin atij që i takon. Haleluja. Kështu që unë po përsëris, ndërsa ne i thrasim Jezusit, po i përsëris pyetjet që duhet t'ja bëjmë vetes. Zot, a ka mund diçka që të nevojitet ty sot? Dhe Zot, ku ke ti nevojë për mua? Pra Zoti mund të kërkoj diçka që ti ke, po Zoti mund të kërkoj edhe ty që të bësh diçka. Amen, janë dy gjëra të ndryshme. Nuk është e njëjta gjë. Zoti mund të kërkoj diçka që ti ke, por Zoti mund të kërkoj që edhe ti të shkosh dhe të bësh diçka për të. Haleluja. Pra turmat po thrisnin. Edhe një që po thrisnin, thot. Ata po thrisnin kështu, Hosana, bekuar është ai që vjen në emër të Zotit. Bekuar është mbretëria e Davidit atit ton. Hosana në vende shumë të larta. Fjala origjinale Hosana është Hoshiana, është fjalë hebraike dhe aramaike, dhe do të thotë na shpëto të lutemi. Kështu që çfarë ata po i thonin Jezusit, nuk është ne të lavdrojmë ty, po thonë o mbret na shpëto të lutemi. Ne kuptojmë që ne kemi nevojë për shpëtim. Haleluja. Kjo ishte thirrja
E asaj kohë besoj që edhe thirrja e botës ku po jetojmë, edhe pse e heshtur është, na shpëto, të lutemi. Na shpëto, ka shumë njerëz që kërkojnë ndihmë, ka shumë njerëz në botën tonë që po kërkojnë ndihmë. Dhe sa herë që ne i bindemi Perëndis në atë që ai po na thret, ne do të hasemi me këtë thirrje. Na shpëto Zot, të lutemi. Ne do të thrasim me Hosanën, do të ndeshim me këtë thirrje, Hosana. Dhe ndërsa dishepujt ju bindën fjalëve të Jezusit, ndërsa pronari dha kriqin në përdorim të Jezusit, atëherë përmbushet plani Perëndis për atë çast, për atë moment. Njerëzit po thrisin, na shpëto Zot. Edhe nësa ti dhe unë i bindemi thirrjes së Zotit, nësa i themi po Zot, nëse të nevojitet diçka që unë kam, mund ta jap. Nëse unë do të jem diku në këtë kohë, unë do të bindem, do të shkoj, atëherë ne do të dëgjojmë këtë thirrje, Hosana o Zot, na shpëto o Zot. Dhe ne pasaj mund të sjellim lajmin e mirë të këto njerëz. Pra e gjithë bindja jonë ka të bëj pikrisht me sjelljen e lajmit të mirë për të humburit. Nuk është thjesht se po bëjmë një vepër të mirë, por e gjithë bindja jonë çon drejt shpëtimit të njerëzve. Sepse është hap pas hapi. Ne nuk e dim se në cilin hap jemi ne të flas të veprimit të Zotit. Stefani ishte le të themi në fund të hapit të vet, por hapi i tij ishte hapi i parë për apostullin Paul. Nuk ishte hapi vendimtar, por ishte një hap shumë i fuqishëm, sepse ai pa diçka që s'kishte parë asnjëherë në jetën e tij. Ai pa dikë që po lutej dhe po i falte njerëzit që po e vrisnin. Ai s'ka pa një gjë të tillë asnjëherë në jetën e vet. Nëse dikush do vritej në kohën e Jezusit, çfarë do bënin ata? Ata do mallkonin vrasit. Ata do shanin vrasit. Ata ndoshta do përpiqeshin të kapnin ato gurmet se po gurzosht, ja kthenin mrapa. Por ne shikojmë që për herë të parë Pali shikon diçka të jashtëzakonshme, që personi që po vritet, po lutet për vrasit. Okej? Kështu që kjo nuk ishte, le të themi, në hapin e shpëtimit të Zotit, kjo ishte t'i afrohesh një jo besimtari. Pastaj e shikojmë që vetë Perëndia ndërhyn për shkak të lutjeve të krishterëve. Unë besoj që njerëzit janë lutur për shpëtimin e Palit. Nëse Bibla është e vërtetë, që unë e besoj që është e vërtetë, dhe Jezusi ka thënë lutuni për ata që ju përndjekin, Pali kanë qenë në top list. I pari mund të ketë qenë në listën e lutjes krishterëve. Lutjet tona sot janë shumë ndryshe. Ne nuk lutemi shumë për ata që na përndjekin ose na keqpërdorin. Ne kemi ndoshta lutje tjera ku ne lutemi Zot që na bekojnë ne dhe të na prosperojnë ne, të na ndihmojnë ne, po lutjet e hershme të krishterëve ishin më shumë drejt asaj që njerëzit të shpëtohen, njerëzit të përjetojnë Zotin, nuk luteshin, le të themi, nuk luteshin për mirëqenie, po luteshin për vullnetin e Zotit që të bëhet. Edhe besoj që ne si kish duhet gjithmonë ta rikthejmë fokusin ku duhet, që ne duhet lutemi për vullnetin e Zotit, sepse vullneti i Zotit është mirëqenia më e mirë. Për këdo, qoftë frymërisht, qoftë shpirtërisht, qoftë fizikisht. Kur je në vullnetin e Zotit, je super. Nuk ka vend më të mirë ku ti je se sa në vullnetin e Zotit. Haleluja. Kështu që Perëndia na drejton pikrisht për këtë, që njerëzit e tjerë të shpëtohen. Nuk është për lavdinë e askujt, përveç se për lavdinë e Perëndis. Dhe gëzimi i vërtet do të vi kur ti dhe unë jemi tamam duke bërë atë çfarë ai po thotë që të bëjmë. Duke dhënë atë çfarë ai thotë që t'japim dhe duke lëvizur aty ku ai do që ne të lëvizim. Haleluja. Pra kriqi ishte thjesht një vegël për të plotësuar vullnetin e Perëndis në jetën e Krishtit. Haleluja. Gjithçka që Perëndia bën është në përmbushje të vullnetit të tij. Sepse ne duam, Perëndia do që vullneti i tij të përmbushet apo jo. Dhe çdo profeci në jetën e Jezusit ishte përmbushje e vullnetit të Zotit. Nëse shikoni, mënyra se si, le të themi, ky rast që e përmenda është përmbushje e profecisë. Hyrja nga dënimtare e Jezusit në Jeruzalem është përmbushja e profecisë. Por dhe vuajtja e tij në kryq është përmbushje e profecisë. Pastaj shikojmë mënyra se si ai vuajti midis dy kriminalëve, edhe kjo ishte plotësim i profecisë. Pastaj shikojmë ndarja e rrobave të tij.
Edhe kjo ishte përmbushje e profecisë. Mos thyrja e kockave të Jezusit në kryq ishte përmbushje e profecisë. Dhe shumë detaje të tjera janë të gjitha, flas për jetën e Jezusit, përmbushje e planit të Perëndis, që u shpall përmes profecive. Pra profecia është plani i Perëndis i shpallur para kohës. Kjo është profecia. Dhe ne shikojmë këtë edhe në jo vetëm të jeta e Jezusit, po e shikojmë për shembull profecinë në jetën e apostullit Paul. Çfarë profetizua për të dhe u realizua më vonë. Profecinë e shikojmë edhe në jetën e apostullit Pjetër, që tha, le të themi një nga ato profecitë ishte që kur ai do të kryqëzohej, do të martirizohej, nuk do të martirizohej siç diç Krishti në kryq, po do ishte me kokë poshtë. Edhe tradita e kishës tregon se si ai vdiq pikërisht në atë mënyrë u kryqëzua. Kur ata e quan për ta kryqëzuar, ai tha nuk dua të kryqëzohem si Zoti im, po më ktheni mbrapsht. Edhe ashtu e kryqëzuan. Ose le të themi profecinë për apostullin Gjon. Gjitha këto profeci që u than për njerëzit e Zotit ishte përmbushja e planit të Perëndisë. Për ta. Dhe e dini se çfarë është profecia ose plani Perëndis për neve si kish, është Mateu 28. Fjala e Zotit thotë, kapitulli 18 vargu 20, Jezusi thotë, u afrua dhe u foli atyre duke thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepoj nga gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit dhe Frymës së Shenjtë, duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen. Haleluja. Pra kjo është fjala, kjo është plani, kjo është profecia. Jezusi tha shkoni në mbar botën, ata akoma s'kishin dalë nga Jeruzalemi. Pra ishte diçka që ai e shpalli. Ju do shkoni në skajet e botës. Edhe sot kisha është në skajet e botës, apo jo? Dhe ungjilli po predikohet. Po kjo është ende është profecia për ne, për kishën, që ne do shkojmë, ne do predikojmë ungjillin, njerëz do shpëtohen, ne do t'i trajnojmë ata, do t'i bëjmë dishepujt Krishtit derisa Krishti të kthehet. Kjo është ajo përmbushja e profecisë, përmbushja e planit të Zotit për jetën tonë. Tani ju mund të bëni pyetjen, po si lidhet me këtë historinë e Jezusit? Po lidhet në këtë mënyrë që predikimi i ungjillit nuk është thjesht që ti dhe unë po shkojmë dhe po i flasim dikujt për Jezusin. Predikimi i ungjillit përfshin shumë elemente të tjera. Mund përfshi për një person mund përfshi që ky person do të ndihmojë në një fushë caktuar. Një person do të jetë me adhurimin, një person mund të jetë me lutje, një person mund të jetë me vepra të mira. Secili prej nesh ne bëjmë gjëra sipas planit të Zotit që të arrijmë, siç thash, kur Jezusi donte ta përmbushte profecinë, nuk e bëri vet, u deshën dishepujt shkojnë ta marrin kriqin, u desh ai personi, thot po mund ta marrësh kriqin, u desh edhe kriqi me ardh. Janë 3 gjëra këtu për të përmbushur një profeci. Kështu që edhe Perëndia do kërkoj bashkëpunimin e gjithë secilit prej nesh që të përmbushet vullneti i tij, pra shpëtimi i njerëzve. Ky është vullneti i tij, që njerëzit ta dëgjojnë ungjillin. Kjo është ajo kryesorja që ne synojmë si të krishterë. Nuk është thjesht për të folur për Jezusin, por shpëtimi i njerëzve. Kjo është rezultati përfundimtar për ne si kish, që njerëzit shpëtohen. Dhe kur njerëzit shpëtohen, kur njerëzit fillojnë të shpëtohen, atëherë ne mund të themi që jemi vërtet duke përmbushur planin e Zotit për ne si kish. Kur njerëzit shpëtohen. Siç tha, këtë javë kemi pas Ezrën që ka mësuar sërish këtë të martë edhe javës kaluar dhe më pëlqeu përqasja e tij në lidhje me ungjillizimin. Ju mund t'i dëgjoni ato mësime që ai ka dhënë se janë të regjistruara, po më bëri përshtypje një gjë. Ai tha që mos i sillni njerëzit në kish më një herë pa i treguar se për çfarë ekziston kisha, sepse nganjëherë duke i ftuar njerëzit në kish pa i treguar se për ça bëhet fjala, njerëz mendojnë që duke ardhur në kish e plotësojnë vullnetin e Zotit. Po në fakt nuk është kështu, apo jo? E kisha është për njerëz të shpëtuar, njerëz që adhurojnë Zotin, që e dinë çfarë po bëjnë, pse janë këtu. Pra ai po përpiqet të thoshte që së pari shpjegoja njerëzve ungjillin, duhet të shpjeguar njerëzve. E ke parasysh dikush që është, le të themi, dikush që është i smur, e morë edhe si shembull.
Nëse ti ke ca ilaçe që shërojnë një smundje dhe ti shkon te një person i thosh, merre këtë ilaç, është shumë i mirë, ja po ta jap edhe falas biles." Ai thot, "Po s'kam nevojë se unë jam i smur, çfarë po më vjen këto ilaç?" Po janë shumë të shtrenjta, unë po ta jap ty, është diçka shumë e shtrenjtë, merre këtë ilaç." Ai thot tjetri thot, "Po s'kam nevojë se jam i smur." Dhe ai po thoshte, "S'pare njerëz do të më tregu që janë smut, që ka nevojë për këtë ilaç." Sepse nëse i flet për ilaçin, ndaj alase din që është i smur, është kot, ai thotë s'kam nevojë, s'është për mua, jam i smut. Dhe kështu është edhe me njerëzit, nëse ata nuk e kuptojnë që janë mëkatar, për çfarë duhet Krishti? Krishti erdhi për mëkatarët. Krishti nuk erdhi për të na bërë neve fetar, ai erdhi për të na shpëtuar nga mëkati. Haleluja. Pra ka disa gjëra që janë vërtet rëndësishme edhe në mënyrën se si ne ju flasim njerëzve për Perëndin. Haleluja. Zoti ka nevojë për gjëra, Zoti ka nevojë për ty, Zoti ka nevojë për gjëra që ti ke. Por ne duhet presim për përgjigje. Sa herë që komunikojmë me Zotin, Zot, çfarë ka mund që të nevojitë ty? Zot, ku ke nevojë për mua? Ka disa gjëra që janë shumë të thjeshta, që Zoti mund t'i kërkoj. Ka edhe gjëra që janë më të komplikuara, për shembull nëse Zoti thotë të ndërtosh diçka për të, të ndërtosh një kish për të ndërtosh një shkollë biblike për të ndërtosh një institucion për edukim të krishterë. Këto janë gjëra që kërkojnë vite. Disa njerëz mund të kalojnë gjithë jetën e tyre për të ndërtuar një gjë të tillë. Pra Zoti mund të kërkoj për dikë më pak, për dikë më shumë, s'ka rëndësi, por flas që ka gjëra që mund kërkoj më shumë për kushtim, ka gjëra kërkoj më pak për kushtim, por ne duhet futemi në këtë grup ku jemi dorëzuar, çfarë që Zoti do. Haleluja. Zoti nuk kërkon që ne të bëjmë pamundurën. Ai e bën pamundurën. Zoti kërkon bashkëpunimin tënd, bashkëpunimin tim, sepse atë ditë Krishti vërtet shkoi te Jesi, po Jesi nuk e mori me vete. Tha do ta kthej brenda ditës. Pra ishte diçka ditore. Krishti e mbaroi misionin e vet, ishte ditore, apo jo? Por nganjëherë mund të jetë javore. Për shembull, për grupin e adhurimit është javore, çdo javë janë këto. Çdo javë kam prova. Okej? Për disa është çdo të shtunë, bashkëpunëtorë çdo të shtunë duhet jenë duke shërbyer. Fëmijët, bashkëpunëtorët me fëmijët, çdo të shtunë. Pra, çdo të enjte. E kuptoni? Ka një përkushtim javor dhe për disa është gjatë gjithë jetës, je i thirrur për një gjë dhe gjatë gjithë jetës do ta bësh, derisa ke frym. Haleluja. Amen. Dhe gjërat që Zoti kërkon, siç e thash, nganjëherë mund të jenë përkohshme, nganjëherë mund të jenë për gjithkohon, por në shumë të raste që kam parë, edhe në Bibël është diçka e përkohshme. Për shembull, kur Gjoni dhe Pietri ishin duke peshkuar dhe Jesi për shembull kërkon barkën e tyre. Ju kujtohet? I thotë, "Ma jepni barkën sepse dua të predikoj." Dhe shkon në breg, largohet nga bregu, predikon, masi mbaron predikimin, çai thotë, "Shkoni dhe kapni peshk." Edhe thotë, kapën aq shumë peshk sa që barkat filluan të gati po mbyteshin, po fundoseshin. Do thotë, ata i dhanë diçka Zotit, të çfarë bëri Zoti? Zoti ja u ktheu mbrapsht të bekuar atë gjë që ja dhanë. Ose ai djali që pati 5 bukë dhe 2 peshq, okay? Nuk mjaftonte për gjithë, ja dha Jezusit, Jezu i shumoi dhe 12 shporta tepruan. Ndoshta një shport e ka marrë ai djali me veten në shtëpi. Se ka thonë këto janë për të mijave. Okej. Po tisha unë e Jezu ja kisha dhënë gjitha, merri tani, këto janë tuat. Kjo është për bekimin që dhe, haleluja. Dhe ka shumë shembuj të tillë në Bibël, ku njerëzit domethënë i dhanë diçka Zotit dhe ai e shumë fishoi atë dhe për ta mbyllur thjesht me një ilustrim, se si Zoti vepron. Ju e keni dëgjuar këtë, po do ta ridëgjoni prapë. Ndodhi një herë që Miranda edhe unë ishim nisur për një udhëtim jashtë shtetit dhe në aeroport ne takojmë një person, një grua nga Japonia, Fumi quhet ajo. Edhe ajo ishte sapo kishte ardhur në Prishtinë për herë, kishte ardhur si misionare. Dhe kjo ishte dita e saj e parë me gjitha valizat dhe gjërat që kishte marrë. Edhe e shikojmë që ai ishte e mërzitur, po fliste në telefon, po ishte e mërzitur. Edhe mua më kujtohet që e kishim takuar një herë në një takim lutjeje, këtë gruan, Fumi, Onodera quhet ajo. Edhe i them Mirës, "Hey Mira, të kujtohet kjo?"
Mira thot, po, e kemi pa një herë. Thot, hajde shkojmë të flasim se duket sikur është në hall. Edhe shkojmë flasim me të edhe ajo thot, na thot neve. Shiko, ai personi që ka qenë kontakt për mua në Prishtinë, nuk po më lajmërohet. Edhe unë tani kam marrë nga Japonia, ja ku I kam gjërat e mia, nuk e di ku të shkoj, kam ngec këto. E kupton? Dhe unë flas me Mirandën. Ne do niseshim për Angli, më duket se do të qëndrojmë një muaj e ca, edhe I them, mira, t'ja japim ne qelsat e apartamentit tonë, se ne s'kemi njeri aty, bosh është apartamenti. Edhe ja japim qelsat asaj, themi, shiko të shtëpia jon, qëndro aty, ne për një muaj e ca, si jemi aty, kështu që ti rri aty, edhe pasaj Zoti të drejtoj me gjatë kësaj kohe një shtëpi. Ajo u gëzua, u mrekullua, edhe tamam, Zoti kishte nevojë, po Jezusi nuk erdhi aty më na thon, "Hey, unë jam Jezusi." Jezusi erdhi në formën e një misionare, apo jo? Dhe ti për momentin e ke, si thot fjalët e urta, mos I thuj tjetrit hajde nesër kur e ke në dorë. Ke diçka në dorë, tjetri po ta kërkon, mos I thuj hajde nesër ta mendoj një herë. Tani apartamenti do merrte pluhur për një muaj e ca. Pse të mos merrte lavdrime Zoti për një muaj e ca? Jam I sigurt që çdo ditë kur os quaj kanë faleminderit Zot që jam këtë shtëpi. Faleminderit Zot që s'ngela rrugëve. Edhe e porositëm një taksi, e uzuam ku do shkonte, etj. Më vonë ajo pasaj mori një shtëpi me qira atë shtëpinë ku ne ishim, edhe patëm kojshike për shumë kohë, për një kohë, dhe u mitësuam aq shumë, edhe ajo qëndroi 14 vjet në mision në Prishtinë. Imagjinoni po të kishte dështuar në këtë pikë, po të mos kishim qenë ne kriqi. Okej? Edhe ajo pasaj e kishte marrë, ndoshta kishte pagu biletën, e kishte thënë pse të vijon me këto njerëz të merren, marr biletën, kthehem në Japoni. Edhe mirupafshim misionit, sepse djalli aq do me na bëj ne që të zhgënjemi tek tjerët, edhe të lëm misionin dhe thirrjen tonë dhe të kthehemi të vazhdojmë punën tonë. 14 vjet shërbim. Edhe si thash, ne jemi thjesht një pjesës në atë puzzle-in e vullnetit të Zotit. E sa njerëz janë prekur përmes predikimit të saj, sa njerëz kanë dëgjuar për ungjillin, sa gratë veja, se ka punuar shumë me gratë veja në Kosovë. Sa shumë njerëz janë bekuar përmes shërbesës, po ka shumë rëndësi hapat kyç. Kush është në rrugë, edhe ti je një nga ato shërbëtorët e Zotit në rrugën e tjerëve. Ti mund të hapësh derën për bekimin e tjerëve. Ti mund të hapësh derën që tjerët të shpëtohen. Ti mund të hapësh derën edhe për shërbëtorët e Zotit që të vazhdojnë ta ndjekin Zotin. Ne nuk jemi vetëm për pa shpëtuarit, ne jemi edhe për të shpëtuarit. Amen. Që të ndihmojmë, sepse edhe Pali kur u prek për herë të parë nga Zoti çfarë I tha? Shko tek Anania, te një I shpëtuar, apo jo? Edhe ai do lutet për ty dhe ti do shërohesh. Haleluja. Pra ne mund të jemi kjo dera e bekimit. Por Zoti thot, të jemi të përulur edhe t'i japim ato çfarë ai kërkon. Mund të jetë e përkohshme, mund të jetë për gjithë kohën, nuk ka rëndësi, por jeni të gatshëm. Le të lutemi tani. Nuk e di, unë besoj që edhe tani ndërsa do lutem, Zoti do ju thotë diçka. Kështu që përgatitni kriqin. Përgatitni çka keni në dispozicion, ndoshta keni 2 bukë, ndoshta keni 5 bukë, 2 peshq, ndoshta keni një vark, ndoshta keni një makinë, ku ta diun se çka Zoti mund t'ju thotë që këtë du ta vendosë shërbimin tim. Me çdo gjë që kemi, du ta vendosim shërbim të Zotit, por është shumë më mirë kur ta thot ai. Kështu që Zot, ne lutemi në emrin e Jezusit. Dhe ne të falenderojmë Zot. Që është kënaqësi për ne që të shërbejmë ty, është kënaqësi dhe privilegj o Zot që të vendosim në dispozicion gjërat që kemi o Zot në duart e tua. E Zot lutem për secilin tani o Zot që ata të dëgjojnë qartë se çfarë ti ke nevojë. Çfarë ti ke nevojë o Zot nga jeta jonë? Çfarë gjëje? Çfarë talenti? Çfarë shërbimi? Po, Zot, nuk ka asnjë të përjashtuar, gjithë jemi të përfshirë. Faleminderit që I flet gjithë secilit tani, o Zot, që askush mos dalë
pa dëgjuar çfarë ti ke nevojë Zot prej tyre. Dhe ku ke nevojë Zot që ata t'jenë? Ku dëshiron ti që ata t'jenë? Në emrin e Jezusit Zot, faleminderit që veshët tanë dëgjojnë zërin e bariu të mirë. Faleminderit që veshët e besimtarëve tani dëgjojnë zërin tënd. Në emrin e Jezusit unë lutem që zëri të jetë i qartë, që ndjesia të jetë e qartë, që përshtypja të jetë e qartë. Nuk ka mjegullnaj në Zotin. Haleluja. Haleluja. Amen.